Po nëse Edi Rama do të vinte për darkë, çfarë do i kishe shërbyer nga këto gatime tradicionale të Elbasanit? Mendoj minimumin jetik atë që ofrohet tek 313 që të mësoj. Ishte e bukur kjo. Po Sali Berishës? Sali Berishës do t'i kisha ofruar simën me bugaçe. Ushqimin tradicional, një nga ushqimin tradicionale të qytetit Elbasanit. Po muzika që do i vendosi aty në sfond? Secilit prej tyre, Edi Ramës dhe Sali Berishës? Të dy do t'i vija të njëjtën muzikë për ta shijuar ushqimin, realisht që është më shumë si himni i fushatave politike të LSI-s, është muzikë për veshët e tyre. Të dy kanë bashkëpunuar me të dhe të dy vazhdojnë bashkëpunojnë me të. Dhe po tentojnë të dy ta nxjerrin nga burgu i lirë metën.